Mirëmbrëma gjithëve! Pas suksesit të jashtëzakonshëm të edicionit të parë, spektakli më i madh i talenteve, Albania's Got Talent, rikthehet sërish në ekran duke nisur rrugëtimin të hënën në mbrëmje në orën 21 në Vision Plus. Spektakli që u ka dhënë së 10 talenteve nga i gjithë vendi, vjen këtë sezon me shumë risi, por duke ruajtur thelbin e formatit origjinal që ka bërë për vete publiku në mbar botën. Antarët e juris do të përballen me 10 konkurrent që do të ngjiten në skenë për të treguar aftësitë e tyre në këngë, numra, shpejtësi, akrobaci, balet dhe çdo formë tjetër arti që frymëzon dhe emocionon. Një ndër momentet më të shumëpritura është rikthimi i Golden Buzzer, butoni i artë që i jep mundësi secilit prej anëtarëve të juris të dërgojë drejtë në gjysmëfinale konkurrentin e preferuar pa kaluar në votim. Spektakli do të moderohet nga Isli Islami, i cili rikthehet në drejtimin e një formati të madh televiziv që premton argëtim, emocion dhe shumë surpriza. Formula duke qenë e njëjtë nuk ndryshon asnjëherë, është kërkimi i talenteve. Shqipëria, një vend i vogël, po me shumë shqiptarë të shpërndarën e mban botës, premton një gjë shumë thjeshtë që talente ka. Dhe mua më vjen mirë personalisht për në emër të gjithë produksionit që për shkak të suksesit të edicionit parë, ky edicioni i dytë ka tërhequr jashtëzakonisht shumë interes se ç'ne mendonim. Ne dinim që do kishte një lloj interesi për të qenë sinqert, po realisht ka kaluar pritshmëritë tona, kështu që premton shumë talente, premton larmi. Sipas organizatorëve, audicionet janë zhvilluar në disa qytete të Shqipërisë, por edhe në Kosovë dhe diasporën shqiptare, duke garantuar një përfaqësim të gjerë të talenteve dhe historive që do të befasojnë jo vetëm jurim, por edhe publikun. Si vjet njerëzit presin shumë më tepër dhe ne do të mundohemi të japim shumë më tepër, do të mundohemi të japim shumë më tepër për gjithçka, si nga pikpamja e spektaklit, ashtu edhe nga pikpamja e konkurrentëve. Është bërë një krehje e territorit shqiptar mbarfolës flasim, prej Kumanovës ose po të themi prej fshatrave më të thellë të Kumanovës e fshatrave më të thellë të Kosovës për të mbritur në Shqipëri, gjithandej kemi qenë. Është e përfshirë gjithë Shqiptaria, janë përfshirë shumë shtete të tjera ndërkombëtare, të cilët vinë për të marrë pjesë, kanë shprehur interesin e tyre. Edicioni i parë i këtij formati pati sukses të padiskutueshëm dhe zbuloi talente të reja si fituesi 14 vjeçar Tristian Çela. Fiton edicionin e parë të Albania's Got Talent, Tristian Çela! Këtë herë pritshmëritë janë edhe më të larta dhe gara pritet të jetë më e fortë. Got Talent është një nga formatet televizive më të ndjekura në botë që zhvillohet në mbi 30 vende, por në Shqipëri vjen ekskluzivisht në ekranin e Vision Plus. Ndaj, mos u humbisni këtë sezon të ri të Albania's Got Talent çdo të hënë në orën 21.